largoju shoqënisë të keqe, e cila ty po t'i mëson këto punë të këqija, shokët e rakis, shokët e zinas, shoqet e zinas. Muhamedi alayhis salam tregon një hadith që u ka ndodhur te koha e Beni Israilve, kur ka qenë një njeri i cili kishte vrarë 99 veta, 99. Edhe një ditë i shtek kishte thënë mëre shumë kom vrarë, do më shku me botobe. Do më pendu. Edhe shkon i thot njënit, i cili njihej si adhuruesi i Allahut i mirë, i thot çto 99 i kom vrarë, thot mi po jem lodh, jem bo pishman, po du mi ju kthy Zotit tam. Ky kurenin thot 99 i ke vrarë dhe hala po lypesh teuba, s'ka marrë për ty teuba. A s'ka ajt, a u dha marrë edhe ty që tash. Pra 100 i bën. Masane thot, a ka dikush tjetër që di me më kallëzu mund këtë mesele, po e thënë shkon filan vendin, është njani. Shkon të aje dhe i thot, qështu në i kom vra 100 vetë, po du mi ju kthy Zotit. A ka derë qelme për mu, për me bo të ube? Prandaj edhe në fillim thash, nuk ka dyrë të mbyllta, të gjitha janë të hapura të Allahu Teala. A ka derë qelme? Po më tha, po kush mund ty derë me Zotin tënë me ta mshele? A kush mundet? As hoxh, as haxhi, as xhamatnis sun thot, Allah i sta fal ty. Se kështu ka qenë dy veta, njëri adhuruesi i mirë i Allahit, tjetri ka qenë haramxhi. Ky adhuruesi i badetçia pi thot haramxhis, pi thot, ty Zotin xhenem ka me çu. Valla billa ti e xhenem le. Allah i pi thot, pse po bën bebe, po Allah i ka mëshirën e madhe. Allah më dash në më fal mu. Pse ti nemën Zotit po fol? Jo unë po të kallzoj, ti je xhenem li. Allah në ditë gjykimit i ngjall të dytë e merr atë haramxhin dhe i thot, për gjunahet e pyet, thot o Zot, shpresoja mëshirën tënde. Dhe Allah i thot, shpresa jote ka me qenë valide të unë sot dhe t'i falem. Hes ti këtune, cipërip, hes ti këtune. Ti pse folshe në emën të rahmetit tem? Pse bëjshe beti në emën të rahmetit tem? Kush je ti, mi thonë njëri, që kjo është gjennem li, e që kjo është gjennet li. S'mëm ne mi thonë kërku, që kjo është shahid, ose është gjennet li. Që kjo është gjennem li, ose është kështu, ose është ashtën. Ne mëj me thonë, se friksohëm që kjo pun ka mu kanë sebeb që ti mu djek gjennem. Dhe thëtë Allahu Teala merne dhe qone në gjennem. Prandaj, ti nuk mush me fol në emën të rahmetit Allahu Teala. Andaj, ky hoxha i tha, ti ki dyrë të qelta. Mi po dha shko, jeton, filan vendin e burrave të mirë, largoje vetë banimit keq, që ku është kjo porosia djetarve mu largu shoqënisë keq, heku prej popullit tënë, se për çka ishe vrasish dhe një kastravec atje, largoje për aty në të këqive, dhe shko në atë vend banimi se ata janë burrat mirë, hijret, që kjo është urdhresa për hijret vllazër, prej tokës jo muslimanëve në tokë të muslimanëve, jo anasjelta që shi ka ndodhur Kosovës, prej tokës e zonave në tokë të komunave të kishave. E pasën e fmit, edhe gjun, edhe din, edhe kretë në asimilu. Allah nuk është razi me kësi loj shpërngulje, si s'pithëm hijretësh. Hijretësh min darit kufr ila darit islam, prej darit kufrit, vendit kufrin në vend të ezanit, në vend të islamit. Me po gjatë rrugës vllazën ky vdes, gjatë rrugës vdes, dhe i vinë melaqet e xhehenamit dhe xhenetit, se në midis rrugës kish vdek. Subhanallah. Dhe melaqet e xhehenamit thënë, ky ka bërë shumë të këqija, 100 i ka vrarë, ky për xhehenam. Melaqet e xhenetit e mshires thënë, ky për xhenet se u ka nis me vot tobe. Dhe ka shku te ata burrat e mirë. Jo s'ka bërë asnjë vepër të mirë, ky se meriton xhenetin, jo e meriton se ky është pendu dhe Allah ja fshin. Jo po jo, Allah e qënë një gjykat, haditha i pejgamberit alayhis salam. Allah e qënë një gjykat me laçe. Edhe thot Allah e pi urdhnon me mat vend banimet. Sa është vendi prej këtij gjenazës deri te vendi aty në të mirëve dhe sa është prej këtu deri te vendi këtyne që i kalon mrapa këta të këqit. Matne. Po ky ishte në midis disit. Allah subhanahu wa taala atë ditë e ndron relevin e atij vendit dhe për një pllab e lëviz tokën, e lëviz kret atë vend banim e afron për me pështu robin për xhenemit, subhanallah. Allah i kur don me të ndru, me të pështu, Allah i qënë sebepet. Dhe kur del një pllab ai vend banimi më afër, Allah i thot merrne edhe futne në xhennet. Mos shpresat të Allahu Teala mos. Ama tash mos kujto, hoxha ka thonë deri në 100 edhe në fund
po më falshin mu. Se ti nuk e din kur të vjen vdekja.